Ka nisë Uruguay ekipi Gjelbert, por ekipi Gjelbert e shumë. Fillimisht merremi pak me Dakun, pastaj kalojmë tek këtë ndeshje. Po. Merlinda mendon se je aktualisht në momentin më të mirë si futbollist. Si futbollist, jo. Nuk jam. Nuk je tani në momentin më të mirë. Okej. Sa ka ndryshuar Merlin Daku si person dhe si futbollist nga fillimet e karrierës? Shumë kam ndryshuar. Kam mësu ma shumë për futboll, kam një njerëz profesionista që janë ma shumë për këtë sport, edhe është një... Kam ndryshuar jashtëzakonisht shumë. Për të mirë. Për të mirë, po. Sidomos llogaria bankës ka ndryshuar shumë. Ajo mas shumë të, ja. Ku e shikon vetën pas 5 vitesh? Pas 5 viteve shoh veten me... Tu e menaxhu një klub në Kosovë. Jo, mas 5 vite po i bje 33. Aso po i bje 33, 28. 28-33, po. Besoj që në qofse gjatë këtyre 5 vite i kam marrit ato synime që i du me përfundu karrierën në Kosovë. Për çfarë je më krenar deri tani me veten? Me krenar që askush nuk mundet me m'akuzu për asnjë gjë, askush nuk mundet me ma drejtu gishtin për diçka që nuk e kam bo ose një gjë, edhe askush nuk mundet me ardhen me që thomi ne nga Kosova me ma zonë derën, a me më thonë që nga te kemi pas këtë ose këtë, kështu që jam faqebarë dhe me çdo njërin, kundrejt çdo njerit jam i drejtë. Goli më i bukur i karrierës? Që jam bo bob. Wow, është bukur kjo. Sulmuesi më i mirë në botë Jo, se kjo ishte adin kjo për klikime kjo. Jo. Goli më i bukur. Okej, sulmuesi më i mirë në botë sipas Merlin Daku. Harry Kane. Mbrojtësi më i vështirë që ke pas për ballë? Unë që kam pas për ballë. Po. S'ka pas? Jo, duhet me cek. Tani kur kemi ikë atje edhe në Kroaci, kur kemi lujt, edhe në Rusi. Edhe në Kosovë, merë? Edhe në Kosovë, muna me thonën, seriozisht muna me thonë, kur këm lujt Kosovë në fillimet e mija, u kona metaliti, shumë u konë i fështirë me lujt kundër tina. Se u konë një mbrojtës shumë i kombinum edhe me top, edhe pa top, edhe në duel, edhe gjitha, edhe më ka pëlqy gjithë. Edhe gjithë më ka mejtë në kujtesë. Me që tha dhe profa nga Kosova. Po, stadiumi më i bukur ku ke luajtur? Ku kam lujt? Po. Stadiumi më i bukur ku kam lujt në stadiumin e Krasnodarit tani. Po edhe më i bukri tjetër është ajo dijet mund, ku e ndjej mas mirë në çdo herë Air Albania nga aspekti emocional, kështu normalisht që është më i miri për mu. Një lejtar nga Kosova që do ta merrje në çdo ekip ku do të transferohesh ti? Nga Kosova? Po. Edison Kçik. Okej. Edhe një zgjedhje fundit, Champions League apo kampionati botëror? Pse më nderu unë atje në Champions League, po më mirë nderoj kombin tem edhe jam. Bravo. Kështu që më mirë kampionat botëror. Bravo. Okej. A kemi një fotografi, ma dërgoj një shikues shumë i respektuar i emisionit, se përket e kishte bërë një dizajn që shpresojmë që në një të ardhme shumë të shkurtër, derisa regjia ta ketë gati, të realizohet. Ja, kjo është fotografia që pëshën një ndalje. Trajner, kjo fotografi komentoj pak atje, e ke. Merlin Daku